Përshëndetje miq të dashur të Kosova Gjo Podcast, po takohemi në një edicion tjetër, ku sot do flasim për një event pikërisht i cili mbledh profesionistët, dhe sot kam të ftuar një lider i cili po e krijon një ngjarje që po e lidh Prishtinën me lider botror nga Google, Facebook, Meta, Disney, Viber e shumë brendet e njohura botrore. Arjon, mirë se erdhe në podcastin Shtëpinë tënde. Faleminderit shumë, është gjithmonë ndjenjë e veçantë. Edhe vitin e kaluar kom thonë është ndjenjë e veçantë kur kam qenë dhe vazhdon të jetë ashtu. Sidomos tash që edhe jemi me lokacion të ri. Absolutisht. Po e organizojmë një ngjarje, summitin më të madh në Ballkan për burime njerëzore dhe jo vetëm. Është e thash qëllimisht është për profesionistët, për gjithë ata që nuk kanë dëgjuar deri tash për Power to HR. Qysh ka nis, çka është kjo ngjarje? Power to HR ka filluar si një nevojë për me mbledh njerëzit kompetent të fushës së HR-it. Fillimisht e kemi organizuar para disa viteve, në vitin 2023, nëse nuk gaboj. 2023 po. Duhet ja 2023, se po kalojnë vite shumë shpejt. Në vitin 2023 kemi organizuar ka qenë një konferencë. Do thotë vetëm një hapësinë ku e mbledh njerëzit kompetent të industrisë së HR-it. Edhe kemi pas 3 folsa ndërkombëtar që kanë ardhur dhe kanë bërë sesione. Ku i kanë shpalos trendet e fundit që bëhen në Evropë, në Amerikë, edhe potencialisht që këto trende mundën më integru në bizneset shqiptare, në për departamentet e HR-it, në për kompanitë të ndryshme, edhe qysh personat e cilët punojnë në HR mundu i marrë këto praktikat më të mira dhe me i inkorporu në pjesën e tyre të punës. Prej momentit kur ka fillu si konferencë, qëllimi gjithmonë ka qenë me kalu prej konferencës në summit. Konferenca është më shumë një event ku dalin disa persona flasin edhe njerëzit kanë më pak hapësinë për me pas rjetizim me njëri tjetrën, kanë më pak hapësinë njerëzit me komuniku dhe me ndërtu ndoshta raporte, do të thotë më shumë në një drejtim bëhet one way forma e konferencës, ndërsa summiti është koncept tjetër. Summiti është një vend ku mbledhen njerëzit jo vetëm për industrisë së HR-it, mbledhen për çdo industrisë, ka një numër jashtëzakonisht madh të speakerave, edhe një fokus i veçantë i jepet rjetizimit, sepse ka më shumë hapësirë më rjetizu, ka më shumë hapësirë me njoftu njëri tjetrin, ka më shumë hapësirë me bëu biznes, ka më shumë hapësirë me njoftu njerëz të ri, me mësu sene të reja, edhe pikërisht kjo ka qenë qëllimi kryesor. Do thotë me fillu si konferencë, me e testu tregun, sa ka nevojë tregu të na për një organizim tillë, edhe gradualisht na ty mbledh eksperiencë, edhe çat eksperiencë tu e përkthy gjithmonë në diçka më të madhe. Edhe tash është viti 4 që po organizojmë Power to HR. Këtë vit janë data gjartë 7 maj, vjen 2 ditë, janë paralajmëruar rreth 20 brende botrore, pritet me qenë mbi 1300 pjesëmarrës, edhe është pra 2 ditë. Pse këtë vit 2 ditë? Kur kemi marrë vendimin me organizu prej 1 ditë në 2 ditë, ka qenë shumë vendim që na u ka ndiku për të mirë, edhe prej audiencës që e kemi pas. Pse na ndiku në atë drejtim edhe kena marrë këtë hap, se audienca ka kërku 2 ditë. Vazhdimisht feedbackun që e kena marrë ka qenë për Power to HR 3, do të thotë vitin e kaluar, fantastike, ka qenë shumë mirë, po fluturoi koha. Do të thonë shumë shpejt u kry, se ideja në summit është që nuk i ul me najt karrik, edhe me prit mundru folset, po dush me nga. Dush me lëviz prej stage-it në stage, prej hapësirës në hapësirë, me njek një sesion këto, me njek një sesion atje, me shku me bo një takim me këto, një takim me ato. Do të që kjo është ideja summitit. Një hapësin që nuk ulesh, po je vazhdimisht në lëvizje. E kur është njeri në lëvizje, edhe koha kalon më shpejt. Edhe ideja është që Power to HR është investim shumë i madh. Do të thotë është investim jashtëzakonisht i madh dhe vendosëm që ky investim që bëhet, le të bëhet me mundësinë që me u shfrytëzu maksimalisht prej njerëzve, edhe erdhëm në përfundimin që duhet jetë një summit të cilin do organizojmë në 2 ditë. Do thotë me 6 dhe me 7 maj, dojmë i marrë krejt njerëzit që janë në përzyre, HR-at, njerëzit që janë biznes, me i largu prej rutinës, edhe me i pru në AMC Hall, në hapësire ku jemi të organizu. Nëse ju ka met në i pun pa kry, mujnë me kry edhe të ka hapësira jashtë.
tjetër është interesant summit është që ato 2 ditë dikush që vjen mundet pa problem, nëse ka laptop, ka telefon, me majtë një takim që e ka. Në zyre ose jashtë zyrës ose me kënd që e ka. Sepse gjatë summitit janë disa hapësira të dedikume për coworking spaces, ku dikush mundet me ullë me laptop dhe me punu. Do thotë do me bën një blok të kohës, 2-3 orë nuk do me njek as sesion sepse ka punë që i ka prioritet, mundet pa problem ullë në për këto hapësira dhe me shfrytzu kohën e vet në mënyrën më të mirë. Këto 2 ditë janë shumë thjesht një mundësi për me dalë pi rutinës, me njoftu njerëz të ri, me njoftu lider të ndryshëm, njerëz që vinë prej krejt Evropës, prej krejt rajonet, edhe prej Amerikës, edhe me u rjetizu edhe shumë thjesht me shfrytzu maksimalisht për një diçka më të mirë. Arjen, eventi ka me majt në AMC Hall, që shko mu transferu hapësira për ata që nuk kanë qenë një vizualizim që shko mu duk hapësira aty. Tash, sfidën më të madhe që kemi pasë vitin e kaluar, ka qenë se Power to HR mriti prej, kena fillu me 300 njerëz, 370 njerëz, edhe viti kaluar ka qenë mbi 800 njerëz. Edhe gjithmonë ideja është qysh që ajo hapësirë mundet me qenë e përshtatshme edhe e këndshme për krejt. E tash AMC-n na kur e marrim, mendimin e AMC-s, e marrim si hapësirë të thotë edhe ritransformohet sepse do të më pejt zeros më ndërtu stage-at, do më thonë hapësirat ku kanë me fol speakerat që vinë, folësit, do t'jenë 3 hapësira, 3 stage-a ku çdo 20 minuta ndrohen speakerat në secilin stage, që do të thotë janë mbi 100 speakera. Tash neve na vjen me kriju hapësirën për sesionet ku mbahen, do të mi kriju hapësirat e rjetizimit, hapësirat e coworking spaces, edhe mbi gjitha hapësirat e masterclassave. Vitin e kaluar me kemi pas vetëm një hapësirë për masterclass, tash do të kemi 2 masterclass në paralel. Do të thotë janë 2 hapësira që ndërtohen, ku vinë ekspertë e industrive të ndryshme, edhe majnë një klasë, një orë mësimore, praktike, ku i japin shembujt më të mirë që i kanë inkorporu në për bizneset e tyne, në për kompanit ku punojnë, në për bizneset të cilat i menaxhojnë, edhe janë shembuj shumë praktik, jo shembuj najr. Janë shembuj praktik që mundesh me marrë një funksion të caktuar ose një eksperiencë caktuar dhe potencialisht që ato me implementu në punën tonë editore që e bën. Do të thotë këto për dallim këtë vit do t'i kemi 2 masterclass, do të thotë ka hala më shumë hapësinë për me mësu. Jashtë AMC-s jemi të ndërtuar edhe një hapësirë të përkohshme që i shërben Power to HR-it për me mujt me rrit hapësinën që me mujt mbi 1000 njerëz me ardhë edhe me undi rahat. Tash, çka e ka dhe një dallim prej vitit kaluar është që ju kemi jap edhe shumë hapësirë ekzebitorëve. Tash ekzebitorë janë ata që kanë me ardhur për shembull dikush e ka një HR produkt, ka një produkt payrollit, ka një produkt rekrutimit, është një kompani tjetër e rekrutimit. Vinë edhe i krijojnë shtandet e tyne, edhe janë shtandet të dizajnuara në formë shumë veçantë, nuk janë shtandet që ishe në përpanajire, janë shtandet të cilat po krijohen prej zeros, mendimin e AMC-s, për ta edhe kanë me mujt një shpalos produktet e tyne. Tash imagjinojeni një person në audiencë që vjen, një pjesëmarrës. Ka mundësi me ndëgju lider botëror, njerëz që vinë prej krejt botës, që t'i japin shembujt edhe trendet e fundit, ka mundësi mu rjetizu me këndo që e ka target edhe interes mu rjetizu, ka mundësi prej këtyne exhibitors që kanë marrë shtande me i pa produktet e tyne dhe me këshyrë që ato produkte munden me implementu në punën e tyne, ka hapësirë për masterclassa, ku mundesh për një orë më të gjatë, mu ullë edhe me marrë shembuj shumë praktik, ka mundësi me shfrytzu kohën e vet në coworking spaces, që nëse s'don kur gjë tjetër me bo, të vjen koha jote, me u marrë me diçka, edhe janë food courtat, ku ki mundësi me marrë ushqim, pije, kafe, në çdo kohë sa herë dush. Komplet summiti lidhet prej një aplikacioni. Do të thotë është një aplikacion i veçantë që duhesh me pas momentin që hin summit, momentin që e merr qasjen Power to HR, sepse çaj aplikacion ka me të ndihmu me gjetë veten në çat hapësirë të mëdha që jemi ty ndërtuar.
Arjan, pikrisht po e shoh edhe pri paralajmërimeve, ka vazhdimisht folës për vendeve të ndryshme të botës. Shumë folës që vinë për këtyre kompanive, disa dinë, disa nuk e dinë ku është Kosova, edhe megjithatë kanë pranu, edhe marrin power të gjarë me shumë entuziazëm pra për brendeve si OpenAI, Facebook, Google, Meta. Që është për juve me i pru këta njerëz dhe me i lidh me komunitetin këto? Është sfidë në vete, edhe sidomos viti parë, i dyti, i tretë kanë qenë tepër problem. Edhe duhet të jem shumë i sinqert për diçka. Sfida kryesore është kur i thonë dikujna, jena të organizu një summit, është që ka qëto numra që organizohet në Kosovë. Sfida fillon këtu. Po është një sfidë që vitin e parë dhe dytë, kom thonë, po na penalizën, sepse njerëzit për paragjykojnë Kosovën. Thonë kush më shumë Kosovë, çka ka në Kosovë, pse më shumë Kosovë. Është sfidë e cila më vonë është përkthy në mundësinë më të mirë të mundshme. Është sfidë me i bind, po në momentin që e bind edhe çaj njeri vjen, edhe e sheh Kosovën, e sheh Prishtinën, e sheh energjinë e Prishtinës, e sheh çka po organizohet në Prishtinë, spikerat kur kthehen, halona shkruajnë edhe thonë ka qenë njëra ndër eksperiencat e mia më të bukura që i kena pas. Tash prej një sfidës është kthy në një mundësi. Edhe më e bukur kësaj punës është që shumë prej spikerave të cilët si vjet po vinë, janë edhe rekomandimi spikerave që i kena pas më herët. Edhe spikerat tash kur po i targetojmë, gjithmonë pe kena edhe një portfolio mrapa, që po thojmë ka ardhur filani pi Google-it, pi Adidasit, prej BBC-s, prej Facebook-ut, janë emra, janë brende që kanë ardhur, kanë bërë diçka edhe njerëzit po ja jep në nivel të vetbesimit. Kështu që nëse dikur kom thonë Kosova po na bën sfida, që tashmë më thonë që jam shumë me fat që po organizojmë Kosovë, sepse një sfidë kemi përkthyer me një mundësi që po na jep hapësirë me e impresionu dikon shumë lehtë. Nëse thirr dikon me shku në summit në Berlin, është shumë vështirë me impresionu, sepse paragjykime ndaj Berlinit, mënyra se si e ideojmë dhe shohim një qytet evropian të madh, shohim shumë lart. Edhe dush me bëu diçka hala më të madhe për të mujt me bind. Po kur dikush po vjen pe paragjykon Kosovën, edhe pe shen një nivel ndërkombëtar evropian të summitit, atëherë nuk po mbetet shumë dhe hapësirë për mi kallëzu dikujna çfarë pune po bojmë. Është një mundësi në ngritjen e imazhit vazhdueshëm, edhe ata gjatë gjithë kohës po postojnë edhe fotografi edhe që po vinë summit edhe pe njoftojnë kompanitë e tyre që po vinë në Kosovë dhe çfarë summiti mbas pamjeve që i plasojnë mandej. Arjan, janë përveç sesioneve shumë interaktive si keynote, falës kryesor, pra fireside, një bisedë pak ma shumë me nxehtë kështu me temave të i gjarit, po ashtu kim edhe mentorship që po vjen për hir të parë në Power të i gjarit. Çka në kupton kjo? Qysh munden profesionistët më ardhë dhe më lidh direkt me dikon prej Google apo dikon prej OpenAI edhe me marr çaty për çaty një këshill të menjëhershme. Power to HR është gjithçka ka të bëjë me dy sene. Gjithmonë kena thonë, është rjetizime edhe është mundësia për me mësu sene të reja. Para se me shku të mentorship, një detalj që kësha dosh me cek për pjesën e networking. Na përgjësi prej Power to HR 1-shit, 2-shit, përveç vitin e kaluar Power to HR 3-shit, gjithmonë ekziston një problem kur vjen puna mu rjetizu njerëz. Qysh me shku dhe më një qas dikujna, me thonë, hej, unë jem Filan Fisteku, po du me të njoftu se unë jam i mirë për çto, ti e bën çto, ndoshta mundemi me këqyr shmune me bashkëpunu. Është sfidë e veçantë për njerëzit. Pak më herët e përmenda që të aplikacionin, që kena të bo tutje shtesë me aplikacion, është jena të e kriju mundësin për njerëzit në përmjet aplikacionit me kriju takime automatike. Për shembull, në qoftë se Gili është eksperte në PR dhe komunikim, edhe unë kur kom kriju profilin në aplikacion, kom thonë që më intereson PR-i, komunikime, reklamime, çka do, sistemi me një AI tool mrapa që ka të inteligjencës artificiale, i analizon çdo parametra edhe automatikisht bën auto meetings. Për shembull, çysh ndodh në praktikë dhe çysh do të ndodh Power to HR, në chat matching që e përmenda mes meje edhe Gilit, sistemi thot Arioni dhe Gili pas kanë interesa që mundën mu përshtat, ta çoni notification ty në telefon, edhe mu thot ja kom caktu një takim potencial për një temë potenciale,
në, si me thonë, networking zonën 2, prej orës 1, në njënën për ditëve të summitit. Nëse të dy të bëjmë accept, automatikisht bëhet një takim. Do të thotë në çet formë jena ty dash me thy akullin tutje, që m'ju rekomandu njerëzve të ndryshëm takime, e takon dikon të Bosnës, të Kroacisë, të Maqedonisë, të Greqisë, të Bullgarisë, edhe potencialisht nëse ka interesat përbashkët, mundesh me pas një benefit të caktuar. Do të thotë kjo është një ekstra angazhim i joni për me thy akullin kur vjen puna te networking. Edhe derisa të thejmë akullin nuk kena mundur. E tash sa i përket pjesës së mentorshipit. Po vinë mbi 20 speakera jonë të cilët po vinë prej brendeve më të mëdha të botës. Përfshirë Viberi, që e përdorin krejt. BMW-ja, Bosch-i, i përmend edhe tjerat, Google-i, Amazoni, Sony, Zoom, OpenAI, apo ChatGPT-ja që shenjojmë krejt. Do të thotë që ta njerëz po vinë për çdo 2 ditë, edhe po dojmë ja u jep njerëzve, liderëve të HR-it, të biznesit, mundësinë me bo mentorship sessions. Një mentorship session është kur e takon për një periudhë caktuar me çat njëri, e cakton një takim, edhe mundesh me u këshillu, mundesh me marrë një mentorship në sensin që të mentoron për një problem, për një sfidë caktuar që e ki, edhe ta jep ndoshta një këshill, edhe ka njëre momentet më të mira në jetë, jon kur dikush të jep një këshill, edhe nuk e harron kurr, edhe çat këshill e merr e përpunon edhe aplikon. Edhe t'i hap horizontin, që të vendos në një rrugë dur. Pikërisht në një masterclass ka me qenë edhe ç'është me bën networking, ç'është me qenë më i mirë në networking. A e din edhe gjel çka është një sen shumë e rëndësishme se shumë njerëzit momentalisht jon të humor me ChatGPT edhe shumë ndoshta pyetjet që duhet m'ia bën njëri tjetrit. Pyetjet që duhet m'ia bën një kolegut, një shokut, një familjarit. Nuk jon t'u ja bo sepse për shkak ja bën ChatGPT-s. Do të thonë komunikimin e jena t'u e pru prej një nivelit ku unë e ti komunikojmë me një nivel shumë virtual që me një tardhme tutna që kena me haru dhe me komuniku me njëri tjetrin. E për çata summitet e tilla janë shumë e rëndësishme se të ndihmon për me komuniku me njerëz. Të ndihmon ndoshta brengat që i ki me i komuniku me njerëz. Jo me një pseudo ekspert ose me një ekspert virtual. Qysh na ditë sotit e shohim ChatGPT-n që e kena shokun ose krahun e djathtë që për çdo pyetje mundon me gjetë zgjidhjen. E harrojmë që ka njëre një fjalë një njerit mundet me pas impakt shumë më të madh. Që ditë asnjë s'kan me përdor ChatGPT-n, se kanë me pas ekspertat më mirë, kemi ekspertat prej Microsoft, kemi shqiptar shumë të suksesshëm që janë në botë. Tema është Future is Now. Edhe është pikërisht kjo lidhja mes AI-it, inteligjencës artificiale edhe humanizmit, që kemi me mujt me mri mesin në këto dyja. Cilat janë temat pak a shumë që kanë më shtjelluar, që kanë më lidh pikërisht me AI-in? Është e pa diskutueshme që ndoshta një 70% e summitit ka më kon AI. Tema të AI-it. Jo pse na jena aty e çun çat drejtim, por pse bota aty shku çat drejtim. Nëse shkon në Web Summit, në për DMX, në për summite në për Evropë, në për botë, jo 70%, por mbi 90% temave janë AI topics, sepse është një temë që momentalisht na prek krejtë. Mendoj që shumica sot mendojnë se qysh potencialisht mundë mu zavencu pe AI-it. Po tash është ai momenti ku në vend se me mendu që shki mu zavencu pe AI-it, shumë thjesht mendoj që shki me përdor AI-in në punën tonë të përditshme për ti me qenë ma efikas. Që ti me mujt në formë ma kreative me mendu për diçka tjetër. Që mujt një proces që ti e bën në formë manuale mos me bomo, po me bo një AI agent për ty. Që puna jote me qenë 3 hapa ma përpara. E për krejt këto, o kam del përpara një njeri, që këna me pasë në Power to HR është Fatosi. Fatos Ismaili vjen prej Microsoftit. Edhe është Chief AI Architect i Microsoftit, është një shqiptar që ka mbri shumë, edhe ka me pas disa sesione. Në Power to HR me na kallëzu se qysh Microsofti e ka integru AI-in, qysh Microsofti pe zhvillon AI-in, jo veç e ka integru, qysh njoni ndër lidert në zhvillim, në formën e zhvillimit në aspektin arkitektonik të AI-it, që na sot e përdorim. Edhe jam shumë kureshtar me këshyr cilat janë planet e ashme, trendet e ashme, dhe qysh qëto kanë me prej Kosovën. Qysh qëto kanë me prek një arkator me një supermarket. Qysh kanë me prek dikën që e bën një punë shumë manuale, një punë shumë teknike, qysh kanë me prek njerëzit që punojnë në administratë.
E këto informata besoj që mas mirë t'i kena me i marë direkt për njerëzve kompetent. Sepse se cili sot e kena një mendim, që shka me prej këto, që shka me ndiku të kjo, që shka me ndiku të aj. Po është ndryshe kur i merë qëto informata dhe për njerëzve që janë vetë mrapa zhvillimit të teknologjisë. Mendoj që AI është i pashmangshëm, veç duhet me gjetë mënyrën e duhur, rrugën e duhur që kemi një qast. Arjan, summiti nuk ish bë pa partnerët cilët e përkrajnë disa dhe tradicionalisht dhe disa që kanë ardhur këtë vit si tri. Cilët janë partnerët që kanë rrugtu me summitin prej fillimit? Power to HR kur nuk ish mujt më organizu pa partner. E unë mendoj që partneri numër 1 Power to HR-it janë njerëzit që kanë përkra Power to HR-it. Janë qëta njerëz që jepin jetë Power to HR-it. Është krejt qëta HR-a që vitin e parë që kur s'kom i harru, kanë ardhur dhe mani kanë vazhdu marrë vitin e dytë, kanë vazhdu marrë vitin e tretë. Unë mendoj që partneri jonë kryesor dhe motivusi jonë kryesor dhe pe thëmë kështu me sinceritetin më të madh janë qëta njerëz që vazhdojnë me na përkra, sepse në fundit Power to HR nuk ish bo dhe nuk i kish pas njëjtën energji pa qëta pjesëmarrës. Po kur këtyne pjesëmarrësve ju shtohen partnerët kompanitë të cilat po na përkrajnë, siç është IPCO, që është viti i tretë, që po na përkra dhe na kanë përkra pa as edhe një hezitim. Është Neptuni që vazhdon me na përkra. Është Eurosigu që jo vetëm që na përkra, po dhe këta të involvum Power to HR në sensin e organizimit, jo që kjo nuk më bëma mirë, jo që që kjo jo me jep ideja, do të që kjo është partnershipi i vërtet. Është AMC-ja, që atë idejën që shumë shpesh edhe besit pronarit AMC-s, shpesh kom thonë që s'po ma bën mua dhe ekipit, apo naleni veç pak, se nuk me ta ndërtu edhe një katë qëtu dhe një katë aty, sepse jonë konstruksionet që du të mu bo, që po as një hezitim besojnë në idejën, konceptin edhe në vizionin, edhe angazhojnë që a drejtim për mujtë tonë, për me realizu qëto për njerëzit. Pastaj ka dhe shumë partner tjerë që na u kanë bashkangjit, si vjetë partner që po na përkrajnë se cili me një fushë caktume, me një mision caktum Power to HR. Pastaj janë exhibitors që po marrin pjesë me shtande që ta po marrin pjesë për shtande për me mbri një qëllim caktum, po në fund edhe këta janë partner të Power to HR-it. E ka dhe shumë partner tjerë që ka kisha rekomandu, është në fund të podcastit, veç listojni partner për hatër temi, që mos t'i mes bërë zikujna, sepse ka shumë, janë mbi 33 përkras Power to HR-it që po japin jetë, po japin energji dhe po japin vlerën që sot e ka. Arjan, për fund, krita ta kompanit ose profesionistët që dëgjojnë këtë podcast, çka humbi nëse nuk vinë Power to HR dhe pse do të më arën Power to HR? Mas datës 7 maj, çka pret me ndruten një profesionist që merr pjesë summit? Une i përcjelli personalisht shumë summitet që bëhen në për Evropë sidomos, sepse është mundësi edhe për neve që e organizojmë Power to HR-in me mësuese në treja. Njerëzit e na japin qindra mija euro me shku në për summite jashtë. E unë nisan pju premtoj që Power to HR është i një kategorisë shumë ngjajshme me summitet e nivelit më të lartë të Evropës. Kështu që kur të vjen ty, kur të organizohet një summit i nivelit tillë në Prishtinë edhe pa modesti pe thëm, qysh mundet me mendu dikush me nejt në zyre edhe mos me qenë që aty. Mos me qenë ku i ki krejt kolekt potencial të HR-it, biznesit, ku e ki mundësin më të mirë për më rjetizu, ku e ki mundësin më të mirë për me mësu, qysh dënë ti me mësu prej një njerit që qysh dënë ndryshë ndështa me taku një njerit që vjen prej Amazonit, pi Google, pi shtune brendeve që i përmende. Po dhe për shefat e kompanisë është shumë rëndësi me qu profesionistët në Unë mendoj që shefat e kompanisë vetëm kështu i zhvillojnë. Mendoj veç pak më ndryshe, ose për me shtu diçka. Shefat e kompanisë nuk duhet me i qu vetëm njerëzit, ajo është e pa diskutueshme, duhet me ardhë vetë. Sepse nëse ti si ndërmarrës, si shef i kompanisë, mendon që tash në botën e AI-it, ki me e vazhdu me zhvillu kompaninë me të njëjta trendet që ki zhvillu para 10 vjetëve, unë po ta siguroj që tash që ki shumë gabim, edhe kimi apo sherrin. Kimi apo sherrin mënyrës së të menduarit. Se ndoshta je ekspert për me bo biznes, po nëse nuk i implementon trendet e fundit, të cilat njerëzit kanë me ecë përpara nëpërmjet atyne trendeve, ki me zhvillu tutje biznesin,
atëre jetë i hub diçka shumë të madhe, edhe kam thonë edhe në podcastin e kalum, ekziston shumë mundësia që ka me të ndiku negativisht në biznes. Nëse ai mendon se ai mundet m'ia zaventsu punoj, si shumë gjatë mund me zaventsu edhe teon. Absolutisht po. Arjan, është e pa diskutueshme. Faleminderit shumë që erdhe në podcast edhe ju uroj krejtëve suksese dhe inshallah shkon mirë deri në datat kur mbahet. Faleminderit shumë, edhe prapë për fund nuk kam çare pa thonë që ata që jonë ka organizojnë summitin jonë ekipi i Kosova Global Human Power, që jonë fantastik edhe si vjetë, ka mujtë me pa një maturitet, një nivelit, ku une personalisht ka shumë sene që nuk jam marrë. Une nuk jam marrë me spikera, sepse i kom pas kolegët e mi që i kam bukirat spikera. Që une hala pa jep një ide për një spiker, ekipi veç kish kontaktu me një brand caktu, me një speaker caktu, që do të thotë që edhe përvoja këtu po ndikon njerëz zakonisht shumë, edhe një falënderim shumë i madh që punojnë ditë e natë, edhe nuk kursehen për me jap më të mirën për vetes, për një vizion edhe për një qëllim që jemi të ndërtu bashkërisht.